Do befasojeni me atë që ndodh trupit nëse hani vezë çdo ditë në mëngjes. Disa rregulla në të ushqyerje janë intuitive. Për shembull, ju e dini se duhet të konsumoni perime çdo ditë, ashtu siç e keni të qartë që duhet të shmangni ushqime të shpejta dhe të skuqura. Pavarësisht kësaj, sërish keni dilema të tipit. A bëjnë mirë nëse hani vezë çdo ditë? Vezët janë mendimi i parë që na vjen për vaktin e mëngjesit. Përgatiten shpejt, s'ka në kosto, janë të shijshme dhe me vlera ushqyese, por s'indikojnë nëse konsumohen çdo ditë. Në studime të kryera më herët, konsumi i shpeshtë i vezëve, siç është edhe i kënaqshëm, mund të ofrojë edhe përfitime të mira për organizmin. Një studim i kryer në Harvard arriti në përfundimin se njerëzit nuk kanë përse i ndalojnë vetes një vakt që përmban vezë, sidomos ato të zjera, pasi do të ofrojnë një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. 1 deri në 2 vezë të zjera çdo mëngjes janë më së të rëndësishme edhe për rritjen e imunitetit.